Pas 8 muajsh hetime intensive, policia e Tiranës ka finalizuar këtë të premte në bashkëpunim me prokurorinë, autoritetet e Kolumbisë, Kroacisë, Europol dhe Eurojust, një operacion ndërkombëtar ku godit një grup kriminal i trafikimit të vajzave nga Amerika Latine dhe Azia Qendrore. Në kuadër të këtij operacioni u lëshuan 19 masa sigurie, ndërsa ka nisur procedim penal për 48 vajza. Hetimet zbuluan se shtetasi shqiptar me iniciale LB, 25 vjeç, që i arrestuar në Kolumbi, kishte rol kryesor në rekrutimin e vajzave nga vendet e Amerikës Latine dhe organizimin e udhëtimit dhe akomodimit të tyre në Shqipëri, ku më pas detyroheshin të ushtronin prostitucion. Në rast se ndonjë nga shtetaset refuzonte të vazhdonte këtë veprimtari, mbajtja e vajzave bëhej me anë të forcës dhe kanosjes ndaj tyre e familjarëve në Kolumbi, duke përfshirë edhe persona të afërt. Ndërkohë, shtetasi me iniciale DS bashkëpunonte ngushtë me shtetasin LB në sigurimin e kushteve logjistike për akomodimin dhe menaxhimin e rrjetit dhe shtetasi me iniciale KP mblidhte të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal dhe i transferonte ato nëpërmjet kriptovalutave në llogaritë e LB. Prokuroria thotë se një tjetër me iniciale IG, gjithashtu e arrestuar, kishte përshtatur një hotel në rrugën Reshit Çollaku në Tiranë në vend për ushtrimin e prostitucionit nga vajzat e trafikuara.